normalisht ka me vazhdu me qenë e kyçme në politik, për shkak që konsideroj që jam thjesht në fillim të karrierës politike, edhe i di që rrugë e gjatë unë pret përpara, normalisht që ka zhgënjime, ka dëshpërime, si çdo lloj angazhim tjetër, po këto asnjëherë nuk më kanë zbras, nuk më kanë ndal, edhe nuk kanë me mdal prap, se unë e thash edhe ma herët, çdo rrugtim që e nisi e di sakt pse po e bëj çato, ose pse jam e përfshinë në çato, unë e di sakt se çka du në politikë, edhe cilat janë prioritetet e mia, edhe e di që shumë shpejt koha ka me megjithse unë të përgëzoj kohën kur ke qenë asambleiste, e ke bani përfaqësim të këtij vendi shumë dinjitetshëm. Edhe mendoj që kushdo që don me zgjedh dikën jo për shkak ndoshta pse e don, po sepse ky vend meriton përfaqësim të duhur, ka bërë zgjidhjen më të mirë kur të ka mbështet ty. Për mua ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë, po të njëjtën kohë një përgjithësi e dyfisht, për shkak që mbi supet e mia kanë qenë dy barra. Normalisht që mirëqenia e gjithë qytetarëve të komunës Prizrenit, po mbi të gjitha dhe mirëqenia e personave më afërsit kufizuar që jetojnë në komunën e Prizrenit. Unë bashkërisht me gjithë anëtarët e partisë, pjesën ekzekutive, domethënë legjislative të Kuvendit Komunal Prizrenit, jemi mundu që s'paku me fillu me ndryshu dosane, me i shty përpara dosane të reja që ndërkohë në ndër vite kanë me sjell gjithë përfshirje për personat më afërsit kufizuar në komunën e Prizrenit. Normalisht që sanet e mira nuk ndodhin edhe nuk bëhen me një herë. Çdo intervenim, edhe sa i përket qasjes, edhe sa i përket çdo projekti për një mirëqenie sa më të mirë personave më afërsit kufizuar, don edhe merr kohë, po e rëndësishme është që sa vetë prezenca jam brenda institucionit i ka bë me kuptu përfaqësues të institucioneve sa e rëndësishme është qasja për personat më afërsit kufizuar, edhe sa e rëndësishme është gjithë përfshirja mbrenda qytetit, po edhe mbrenda institucioneve si të bazë.